Ndërkohë që edhe protestuesit të ndryshëm kanë mbajtur fjalime përballë kryeministrisë, jo vetëm ditën e djeshme, por nga dita e parë dhe deri dje duhet parë edhe ditën e sotme se cilët protestues do të mbajnë fjalime nga ai podium i improvisuar përpara kryeministrisë. Teksa kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Thirrje në kor e protestuesve, Rama jep dorëheqjen. E me thirrje të tjera sot jemi më shumë, e nesër edhe më shumë. Zëri jonë do të mbërri deri në Surrel. Baballar na bashkohuni. Kanë qenë thirrjet e protestuesve kryesisht ditën e djeshme, ndërsa sot ajo që duket paktën nga këtu është Edi Rama dorëhiqu, Shqipëria e re. Shqipëria nuk është në shitje, por po ashtu edhe pothuajse një numër i madh i qytetarëve, të cilët mbajnë pankarta në duart e tyre edhe më të vogla. Ka patur edhe nga ato të cilët janë bërë meme për mënyrën se si kanë zgjedhur të protestojnë edhe mesazhin që kanë dashur të përcjellin.